Të ret Kosova kanë zhvilluar një ligjëratë me ish kolonelin amerikan të marinsave Philip Rogers, i cili ndau përvojën e tij nga lufta e vitit 1999 në Kosovë dhe rolin e aviacionit amerikan gjatë ndërhyrjes së NATO-s. Rogers tregoi se kishte arritur në rajon në fund të prillit 1999 dhe në fillim të majit kishte nisur misionet luftarake ajrore kundër objektivave ushtarake të forcave serbe. Sipas tij, baza nga ku operonin avionët ishte shumë afër kufirit me Serbinë, ndërsa përpara çdo sulmi, pilotët duhej të krynin manovra rreth bazës dhe më pas të hynin në hapësirat ajrore serbe për të realizuar misionet. Ai tha se deri në përfundim të luftës kishte kryer rreth 21 misione luftarake, shumica prej tyre mbi territorin e Serbisë. Kështu që arrita në fund të prillit, në fillim të majit filluam të fluturoni misione luftarake dhe shumica prej tyre ishin, e dini baza ishte shumë afër kufirit serb, kështu që ne do të ngriheshim dhe në fakt do të duhet të rrotulloheshim mbi bazë para se të hynim në Serbi për të kryer misionet tona luftarake, kështu që ndonjëherë kam hedhur bomba në këtë vend të bukur dhe nuk jam saktësisht i sigurt se si mund të ketë përfunduar për këtë që ishte tokë, por ajo që ishte luftë, por kur erdha në vitin 2013 dhe u tregova disa kolegëve të mi që ishin kolonel dhe general brigade në FSK, ata thanë, nuk ka rëndësi, faleminderit që shpëtuat vendin ton. Gjatë ligjëratës, ish koloneli amerikan foli edhe për vështirësitë dhe pasiguritë që shoqërojnë operacionet ajrore në kohë lufte, duke theksuar se pilotët shpesh e njohin vetëm objektivin ushtarak, ndërsa situata reale në terren nuk është gjithmonë e qartë. Ndërsa ai e përshkroi Kosovën si një vend të bukur që kishte parë për herë të parë nga ajri gjatë bombardimeve, ndërsa u rikthye për herë të parë në vend në vitin 2013. Ndërkohë ish generali i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Xhavet Gashi, përmendi faktorët pozitiv që ndikojnë te kadetët e rinj të FSK-s, ligjëratat e Rogers. Kjo ligjëratë është shumë e rëndësishme për shumë arsye, po një për arsye kryesore është se ligjëruesi, pra koloneli i pensionuar nga Marinsat, koloneli Rogers, apo Boz si që quajnë, ky është një ushtarak i cili ka shërbyer në misionin ushtarak të NATO-s në Kosovë, pra ka sulmuar cacet serbe pra në luftën tonë për liri, njëri i përshtatshëm për të ofruar këshillat e nevojshme edhe për Kosovën, pra po për kadetet është diçka jashtëzakonshme. Në ligjëratë u përmend edhe konteksti i operacioneve ajrore të vitit 1999, kur avionët e NATO-s realizuan 10 mira fluturime ushtarake kundër objektivave të ushtrisë jugoslave, ndërsa vetëm avionët amerikan kryen rreth 25.000 misione gjatë fushatës ajrore. Ligjërata u theksua në rëndësinë e ndërhyrjes ndërkombëtare në Kosovë, në përvojat personale të pilotëve amerikan gjatë luftës dhe në mënyrë se si ndërhyrja e NATO-s ndikoi në përfundimin e konfliktit dhe vendosjen e misionit paqëruajtës në Kosovë.